Përshëndetje, o është po ta kishe takuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë do t'i kishe thënë? Përshëndetje, t'jam i sinqert, jam në dyshim, mendoj që si kisha dalë përpara. Mendoj se nuk po e them me modesti, por ndoshta nuk meritoj që unë më u taku me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në këtë botë lutem Allahun që në xhenet na takojë të gjithëve me rahmetin e tij, por në bazë të vetës tonë, edhe të mëkateve, edhe të mangësive, edhe të mos pasimit të mësimeve të tij etj, ndoshta do të më kisha ardhur marrë me taku pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe do të kisha ik me niyet mu përmirësu, mu përmirësu. Ose nëse veç do të detyrohesha me i dalë përpara me gjendjen teme që e di, po mendoj që edhe ti që po dëgjon këtë video, pak a shumë jemi çaty. Atëherë nëse do të isha detyruar veç me i dalë, atëherë po mendoj që nuk kisha pas në fjalë me i thonë prej turpit, prej marrës për vetë teme, për mangësitë e mia. Nuk ki çka thuj këta, thuj ata kur e din që je në rfaj. Kur e din që nuk jetë të e kry amanetin, nuk jem mango me ibadete, me pasimet Kuranit, Sunetit, me mësime, me dije, me davet, me tjerë. Ose ajo që kisha thonë la ilaha illallah, Allah na përmirësoft ja Rasulullah, çfarë burra kelon mas vetë në zamanin tonë. Ndoshta këto do të ishin ato që më kujtojnë për momentin në kështu në përshikrim ose në çastet e para të përgjigjes së kësaj pyetje. Allah na falë.